Çfarë do të thotë fjala Islam? Islam do të thotë dorëzim ndaj Allahut me tauhid, nënshtrim ndaj tij me bindje dhe distancimi nga shirku dhe idhujtaria. Kush është zbula e profetësisë? Profeti ynë Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Cila është dita më e mirë e javës? Dita e Xuma. Çfarë është xheneti? Xheneti është vendi i lumturisë, vendi ku Zoti i gjithësisë ka përgatitur atë për robërit e tij besimtar që kanë vepruar vepra të mira. Çfarë është xhehenemi? Xhehenemi është vendi i dënimit, e ka përgatitur i Madhi Zot për jo besimtarët. Cili profet foli në diep? Isaia alayhis salam. Ajeti i parë që ka zbritur në Kur'an. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Nga se janë krijuar me lajket? Nga drita. Çfarë është tauhidi? Njësimi i Allahut në adhurim. Sa herë është përmendur profeti alayhis salam në Kur'an? Me emrin Muhammed është përmendur 4 herë dhe 1 herë me emrin Ahmed. Cili është ajeti më i gjatë në Kur'an? Ajeti i borxhit. Kush do të jetë më afër me profetin në ditën e gjykimit? Ata që kanë moralin më të mirë.